Operacionet e policisë për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve vazhdojnë me intensitet të lartë. Në kuadër të këtyre operacioneve, seksioni për hetimin e narkotikëve në DVP Durrës, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Durrës, ka finalizuar operacionin policor antidrog të koduar Point Black. Gjatë këtij operacioni, dy shtetas janë kapur në flagrancë dhe janë vënë në pranga për shpërndarjen e lëndës narkotike në disa zona të qytetit të Durrësit. Ata u identifikuan si Dajlon Barçi, 23 vjeç, dhe Haxhi Qyra, 25 vjeç, të dy banues në fshatin Hamallaj Durrës. Gjatë kontrollit të automjetit të këtyre shtetasve, policia ka sekuestruar një sasi të dyshuar lëndë narkotike kokain, ndërsa gjatë kontrollit të mëtejshëm në banesat e tyre janë gjetur 80 doza të dyshuara kokain gati për shitje. Këto doza, të cilat ishin të gatshme për të shpërndarë në tregun ilegal, u sekuestruan nga policia e Durrësit. Specialistët për hetimin e narkotikëve në DVP Durrës, duke bashkëpunuar ngushtë me shërbimet e Komisariatit të Policisë, organizuan dhe finalizuan operacionin duke siguruar një goditje të fortë ndaj këtij aktiviteti kriminal. Ndërkohë, materialet procedurale lidhur me këtë rast i kaluan prokurisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.